Në oborin e gjimnazit Gjergj Kastrioti në Durrës janë zbuluar kohët e fundit mbetje arkeologjike me rëndësi të veçantë historike, të cilat besohet se datojnë që nga periudha antike e qytetit. Por, përkundër vlerës së tyre të jashtëzakonshme, objektet janë lënë të ekspozuara ndaj kushteve atmosferike dhe mungesës së sigurisë. Ato presin konservimi, ndërkohë që nuk i shpëtuan as përmbytjes së fundit të qytetit. Punimet për ndërtimin e gjimnazit të ri zbuluan themele dhe struktura të periudhës romake apo më të hershme, një dëshmi tjetër e pasurisë së jashtëzakonshme arkeologjike të Durrësit, qytetit më të vjetër të Shqipërisë. Megjithatë, mungesa e reagimit të menjëhershëm nga institucionet përkatëse ka shkaktuar shqetësim për sigurinë e kësaj trashëgimie kulturore. Të hënën kryeministri Edi Rama bëri me dije se një arkitekt spanjoll po punon për projektin e rindërtimit të shkollës Gjergj Kastrioti, pasi Bashkimi Evropian u tërhoq nga rindërtimi i kësaj shkolle, ndërsa pritet që arkitekti spanjoll të punojë për përgatitjen e projektit të rindërtimit të objektit në teren vazhdon të mos merret asimas për mbrojtjen e zbulimeve arkeologjike, ndërsa pritet deklarimi i interesit kulturor për gjetjet.